Mirë, rikëthyet, vazhdojmë tani të përgatisim një tjetër recet, po aq tradicional, aq të shishëm dhe me atë shien e ngrohtë, aromën e ngrohtë që vjen kur përgatisim kulaçin në shtëpitë tona, gjithmonë kur sjellim kulaç e shoqërojmë atë jo me djath, me kos, me tushit, që janë tipike karakteristike të kësaj periudhe. E ke në streveca të tushi. Atëherë, lexojmë një produkte që na duhet për përgatitjen e një kulaçi me sodë. Jo duhet miell gruri, 500 gram, një lugë çaji sodë, një lugë çaji krip, një gotë kos ose qumësht të thartuar, 2-3 lugë gjelle vaj ulliri ose gjalp të shkrir. Pak produkte, kulaçi konsumohet i ngrohtë, thyet me duar, nuk prihet me thik, këto janë rregullat e përgjithshme përpara se ta gatuani. Dhe vetëm kulaçi gjithmonë do një taftë rumbullakët, por ja, unë këtu për i thy rregullat, do ta bëj te kjo. Po kjo syntet e rregullat tona. Ne e kemi tavën e rumbullakët, po ti fiksohesh me këto transparente se do të shikosh pjekjen, ngjyrën që do të marri. Se ato rumbullakën e kemi nga ato të aluminit. Si s'las një zbuluar më nxjerr gjithmonë. Çfarë thamë ne tek tasi tani, me gjithë fjalët? Direkt, ja. Çfarë mendon ti se do të shkoj fjalës tënde dhe dëshirës tënde? O, vaj. Më duhet 3. Këtu, të shëllë një qikë, zëmë këtu tani dhe ja. Pak vaj nga pema jon, pra nga pema që është marka më e re e vajit ulliri, duke u përpjekur të sjell një vaj cilësor, me shije dhe me aromë fantastike nga ullinët e jugut, punuar mbledhur në mënyrë natyral, mbledhur me duar, përpunuar në mënyrë natyrale, duke na sjellë dhe duke mbajtur aty të gjitha vlerat që i duhen një vaj cilësor dhe me shije të mirë, me aromë të mirë, që na kënaqë vetëm tryezat tona, por mbi të gjitha edhe shëndetin ton. Kjo është e rëndësishme. Sodën, kosin, vajin, sodën, edhe kripën. Ja. Duhet razohen këto të gjitha një herë. Derisa kjo masa të bëhet, edhe po që masa e tillë nuk ka nevojë. Ne ke matur, ti këtu ke 500 gram, se ke hapur pakun e re të miellit tonë. Mund këtë nevoj pak më shumë e pak më pak, por nuk është po më prish punë, por ka dhe një gjë. Do të ishte edhe pak të zgjalp. Do të thot, pra kur një femër i duken rrudhat, do thot që e ka jetuar. Dhe kur një pako gjalpi, që është e tillë, do thot që është gatuar. Po vite sot me askush s'po do të tregoj që ka jetuar, se po i luftojnë rrudhat në një farë mënyre, me të gjitha format e mundshme. Por kombinimi më i mirë, i gjalpit dhe i vajt ju kam thënë që është këtu. Është super. E përzijej. E shtojmë mielin. Fillimisht do ta trazojmë kështu me lugë dhe më pas do të... Mua më duhet më tepër kos, normalisht që e kam kosin, në mos u shqetësoni fare. Ja largojmë që këtë se dua më. Opa, vetëm atë olë masi u këtu se e dua. Të duhet të përpunosh. Bravo, se më shkon dhe me talierën këtu, ja. Një përzierje të mirë. Ma brumi të. Ma... Më shto, thot. Ne e nisim javën gjithmonë edhe jemi pak tradicional të kjo pjesa të niset java, do në qik miell, do në qik punim brumi. Qofë për të hapur petët, qofë për të punuar në qik brumin, se na shkon me ditën, me javën. Dhe pastaj kalojmë tek recetat që përmbledhin më shumë perime, kur përfshien paka shumë perimet e sezonit, punojmë me një menu javore që të na përfshien të gjitha në ditët tona. Pa dyshim që ju nuk zgjidhni t'i gatuani brenda ditës recetat që ne sjellim, por i keni në atë listën tuaj të kuzhinës. Gjeshet mirë, sepse duhet të punohet mirë brumi, të lidhen mirë për bërësit. Kulaçi do miell gruri, jo miell misri. Po, pa tjetër. Kur bëjmë bukën e misrit, të tregojmë pastaj. Por, kur bëjmë atë gjelin, normalisht që kalon dhe buka e misrit. Dolm, me gjel. Mua sërish më pëlqen me kulaçin e tillë. Shiko sa shpejt që zihet. Nëse të gjithë përbërësit
janë të duhur, janë cilësor, është i ambientit, asgjë nuk të shqetëson. Pak më shqetëson tava, nëse më duket i qik me madhe, pa hajde, sepse është soda që do ngri volumin. As kjo nuk është për të shqetësuar. Shikon, ajo mund të marrë dhe formën e tavës, po ne du t'japim atë formë e rumbullakë dhe pastaj do të fryet, do të vendoset në furrë për të pjekur, kështu që mos të shqetëso. E bëm edhe për të dukur bukur në ekran. Do një punim shumë të mirë, aq sa rënja e tillë duhet të jetë. Sa më shumë të punohet, aq më i shishëm del. Dhe më thëmë ti nuk është se e hodhe se po luaj të përplasin, në? Shiko, si del. Del, një brum elastik, një brum që nuk në gjitet në dorë, nuk duhet i fort, që aska. Gjithë fal produkteve që në kemi. Unë gjithmonë them, dhe jemi mirë njohës, ndaj sponsorave që na mendojnë. Shiko, një aroma e sodës pa tjetër dhe i gjalpi dhe vajt. Atëherë... Po zgjodhe të punosh me më të mirët, sigurisht që kjo është në favor të recetës, kuzhinës. E vendosim tani të pushoj pak. Pra, nuk shtoj. Vendoset në furrë. Miell. Ja, okej, në gjeshim. Sigurisht që du marri pak fryrje. Pa tjetër që po. Dhe mua më pëlqen ajo pjekja, aroma e mirë që vjen me kulaç i pjekur në furrë. Ja, ku e kemi? Ideale do ishte në një sobë druri, por që ajca e ke mundësit. Të shi. Aty. Bukur, tani. Bëj. Bëjmë disa çpime mbi brum. Edhe për bukuri, por edhe për t'i dhënë atë idenë e kulaçit. Që është në rregull? 200. Në 200 gradë. Me leje mësuese ta çojë te vendi? Çojë te vendi, sepse ne do të shkëputemi për reklama. Është momenti i bashkëpunëtorëve tanë, i partnerëve tanë. Rikthehemi, 2 tavat i vendosëm, punën e kemi vënë në terezi, kemi bërë kebab me kërpudha, përgatitëm edhe kulaçin. Rikthehemi një sallatë me patate. Edhe na shkon me të dyja recetat. Me të dyja dhe me të treja, si të duash ti. Duket se janë menduar mirë për të kombinuar në një tryezë. Ka publicitet, rikthehemi shpejt.